Qyre, kjo që aty ndodhë është diçka që tonë e kem ditë që ka me ndodhë. Edhe në fund ndodhi. Edhe mendoj që kjo fakti që na po jetojmë në një situatë kur gjërat e paralajmërume ndodhin, po ta prodhon një farë përshtypje depresionit. Natyrisht 100 euro si dalin kërkuj për kur gjo. Mirë po ato nuk janë të dizajnume për mi përmbush kërkesat. Ato janë të parapame për me e prodhun një entuziazm elektoral. Për mu është e pa kuptimt, për shembull, nëse qeverisja e sotme edhe partia që është në pushtet, gjithmonë pohon që populli është me të për shkak që populli ka afeksion ndaj politikave të vetëvendosjes. Me qenë se nëse është ashtu, që ki nevoj mi jep 100 euro. Që ki nevoj mi shpërnda 100 euro 2 javë para zgjedhjeve nëse populli edhe ashtu qenë ka shumë i investum mas teje. Dhe qysh si me dasht, Zoti Kurti edhe qeveria me na thonë qysh dashnia o dashni, po vota o me pare. Edhe që ky fakt që gjithqysh duhet pa tjetër me investu financiarisht në mirëmbajtjen e entuziazmit elektoral është, spaku une konsideroj që është një lloj i veprës penale. Mirë po shumë ma shumë në atë rafshin etik se sa në rafshin ligjor. Që ka bo qeveria është e arsyetueshme juridikisht edhe politikisht. Mirë po është tepër e dëmshme etikisht edhe moralisht. Nuk shpërndahet paraja një javë para zgjedhjeve, me qenë se ajo ndikon në mënyrën ndikon në sjelljen votuese, sjellja votuese ndikon në rezultat, e rezultati nëse nuk e reflekton realitetin në vete shndrohet në problem shumë të madh.